dhe pas zgjidhjet e problemeve. Në qartë, për ju, zotri Korça, si e pa takimin e tretë, nuk pati paralajmërim për këtë takim, por megjithatë mediat ishin shumë të shpejta dhe e kuptuan edhe mbajtjen e këtij takimi, megjithatë nuk është se ka diçka konkrete, flitet për një marrëveshje, ka një synim të LDK-s për presidentin, si po i analizoni ju këto? Mendoj që këtë që e thatë, mendoj që është kogja pozitive, sepse kjo tregon që të dy liderët, edhe lideri vetëvendosjes edhe lideri i LDK-s, janë në komunikim të vazhdueshëm, edhe pse nuk janë paralajmëru të takimet, ata po vazhdojnë me u taku për me gjetë një zgjidhje. Mendoj që unë si gjithnjë jam optimist që këtë herë të dy palët do të vinë deri në një ujdi për një koalicion dhe do të kemi besoj që edhe të gjitha institucionet edhe presidentin. Sa i përket kërkesës së presidentit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, unë këtë e kam dëgjuar vetëm nga disa deputet, ndërsa jo nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk është deklaruar asnjëherë që presidenti është si kusht kryesor për Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndoshta është, por nuk është i deklaruar nga vetë kryetari, prandaj këtu pajtohem me zotriun që mund të mos i ketë Lidhja Demokratike e Kosovës të gjitha votat sa i përket çështjes së këtij koalicioni, përderisa nuk mirën vesh brenda grupit parlamentar. Unë mendoj që lëvizja vetëvendosje janë të gjithë një zërit sa i përket çka do që vendos, domethënë lideri i tyre, ndërsa tek Lidhja Demokratike e Kosovës kjo nuk është e njëjtë. Prandaj mendoj që këto 2 ditë do të kemi zhvillime, edhe sot mund të ketë prapë ndonjë takim, me që siç thash ky takim ke i pa paralajmëruar, po ata janë në kontakt të vazhdueshëm, mund të ketë edhe ndonjë takim, mirë po besoj që deri nesër ka me pas zhvillime pozitive. Nëse se jo, unë mendoj që do të shkohet që të konstituohet kuvendi, kryetari dhe nënkryetarët, dhe mandej kemi një afat 2 javor ku do të mund të krijohet edhe qeveria e Kosovës, e pastaj të shohim. E qartë, por megjithatë ju e përmendët që nuk është